ishte problem nacional i arabëve. Pra, Navab Safavi, ky pers, ndonë se kishte kry shkolla sekulare të Gjerman në aso kohë që operonin në çështje armatimit në Iran e tjera, pra ky e solli për herë të parë problemin e nacional të arabëve, problemin e Palestinës në problem mbar islamik. Pra që nga aty problemi i Palestinës pra konsiderohet si mbar islamik. Tani diferencat në mes të shizmit dhe sunitizmit pra kanë ekzistuar me kohë dhe këto ekzistojnë që nga koha e vrasjes së Aliut thjesht dhe pastaj ato ndohen pak më qartë gjatë historisë. Dhe sigurisht që njëna pale konsideron shpeshherë tjetrën si jo burimore, si jo fetare. Ata ka një histori rreth këtyre çështjeve, por sot nuk mendoj që është as koha dhe as tema. Në atë drejtim këto kanë divergjenca, monarkitë kanë divergjenca të mëdha, pra i frigohen njëra tjetër. Por që tani Navab Safavi dhe vllazëria muslimane për herë të parë si them e shkriu këtë dallim. Pra vllazëria muslimane thjesht funksionon si e gjithë mbarshme. Është e gjithë mbashme, por nuk u përket vetëm sunitëve, dhe edhe pse sunitët dominojnë tepra, u takon të gjitha kategorive islamike. Pra, për herë të parë, pra, arriti vllazëria muslimane që qëllimin islamik, si më thon, ta ngrit mbi divergjencat fetare dhe sektare që ekzistojnë në islam. Ai ishte vrarë nga regjimi i Shahut në atë kohë, pra në Iran, por që disa vite pas, pra, sepse ata kishin vrarë dhe Al-Sadatin, kryetarin e Egjiptit, dhe përgjegjësinë për këtë e kishin marrë salafistit e ri si Gama Islamia, një grup xhihadist dhe Al-Jihadi, dhe në këtë kontekst pra ishte ekzekutuar dhe Safavi, por që disa vite pas, pra në vitin 1979 ishte zgjedhur dhe si them prisi i ri në Iran i revolucionit islamik pastaj në vitin 1979, pra me ardhin e Khomeinit, se kemi tani edhe këtë Khomeinin matrisa e tjetër që ka qenë, dhe Khomeini pra ose shteti islamik, revolucioni islamik si parim ka vendos islamin, pra udhëheqjen sipas sheriatit, që është në përputhje deri diku të plot me konceptin e vllazërisë muslimane. Pra kjo është e shkurt dhe Irani derisa të ekziston, ky pushtet pra ka për të operuar në këtë mënyrë, pra sipas sheriatit dhe që në nënshtrimi i botës, pra para Zotit dhe para sheriatit, sipas tyre gjithmonë, dhe mos ekzistenca e Izraelit. Por që në fakt, nëse ai do të arrinte shtrirjen e tij më të gjerë dhe armatimin e tij, nuk do t'i akcepton edhe shtetet sunite, jam shumë i bindur që do të krijonte një kalifat sipas parimit të tij. Pra, kjo është çartja indikimi i vllazërisë muslimane në botën islamike dhe pastaj zgjimi i apetiteve të shteteve të grupeve të ndryshme për arritjen e këtyre caqeve sipas konceptit të Elbanës. Qëllimi i vllazërisë muslimane është zhduke e Izraelit. Se qëllimi i vllazërisë muslimane është që bota tërë globi në fund pra duhet të sundohet nga ligjet e sheriatit, nga ligjet e Zotit. Pra të tjerë nuk duhet të ekzistojnë. Në qoftë se ka prej atyne që nuk e pranojnë këtë parim, pra ka ligje tjera sipas tyre, duhet jetë ligji i shpatës. Me që e qele tani këtë pyetje, me që e hapi këtë pyetje, të them kështu. Pra vllazëria muslimane në gjirën e saj pra kishte njerëz shumë të fuqishëm, kishte dhe miliardera në brendësinë e saj në byron politike. Dhe pas vdekjes së Kutbit sidomos, pikërisht erdhi shpreha i propozimi i tij krijimi njësive militare, thjesht avangarde, të cilat do të operonin në vende të ndryshme, eventualisht do të krijonin pra dhe shtetet e tyre dhe për të arritur qëllimin përfundimtar mbi gjithë globin. Por synim kryesor që të kem parasysh gjithmonë e kanë demokracinë.
Pra problemi kryesor është demokracia. Pra mbi këtë parim është ngritur Al-Qaida, është ngrit nga 3 njerëz, ose nga 2 spaku të cilët kanë qenë pjesëtar të vllazërisë muslimane, tani Ayman Zawahiri për shembull dhe Abdullah Azam. Abdullah Azam nga vllazëria muslimane ishte dërguar në Afganistan për të ngritur xihadin, ndërsa Zawahiri ishte i burgosur politik dhe pas burgut pra kishte shku prapë në Afganistan për ta ndihmuar, dhe Bin Ladeni, i cili kishte mbaruar studimet në Gjeda dhe ishte një adhurues i tyre fillimisht, por që kishte shprehë dëshirën që t'i bashkangjitet grupit, dhe thjesht këta 3 njerëz që përmene janë themelues pastaj të Al-Qaidës, dhe prisi i tyre ishte zgjedh Bin Ladeni për shkak të pasurisë që posedonte, konsideroi se kishte dikun në fondin e tij të trashëguar nga babai i tij dikun 30 deri në 80 milion. Dhe këtu, domethënë, fillon edhe pjesa tjetër e strategjisë së kurdëve, pra themelimi i njësive avangarde për realizimin e islamit politik me këta 3 njerëz, me Al-Qaiden. Tani duhet të them diçka krejtësisht tjetër me që e përmend Al-Qaiden. Unë them se Perëndimi është treguar shumë jo i suksesshëm ndaj këtyre çështjeve. Pra, ndonë se Amerika kishte 12 shërbime sekrete që në çdo hap po përcjellin, pra ju dash CIA-s dhe shërbimeve tjera amerikane plot 9 vite, pra për të ardhur deri te eliminimi i Bin Ladenit. Tani ndoshta do dukem pak qesharak se po e them këtë se nuk jam populist, por do të thonë ka një reakcion, pra nuk ka nuk ka aksion për parandaluar gjithmonë çështjet me kohë dhe herët, por pritet gjithmonë diçka e madhe dhe pastaj reakcioni të jetë i furishëm. Pra, thjesht Bin Ladeni dhe Al-Qaida ishte e hapur dhe ajo po pretendonte dhe pikrisht këtë që po e bën Irani sot, pra. Konstruktimin, pra ndërtimin ose thëmë të bombes atomike. Dhe kur shërbimet amerikane kishin kuptuar këtë gjë, pra ato tani ishin vërcuar, si të them, me gjitha mjetet e tyre për zhdukjen ose eliminimin e Bin Ladenit asaj kohe. Dhe unë t'ju them të drejtën se kjo ka zgjatur mbi 9 vjet, derisa atëherë sa Al-Qaida pra arriti që në palcën e inteligjencës dhe në palcën, si thëmë, e sistemit kryesor të Amerikës në Pentagon ta godet. Pra tek atëherë u arrit pra një sukses për si thëmë, për eliminimin e Bin Ladenit deri diku shpartallimin e Al-Qaidës, dhe pastaj vjen dhe të avangarda tjetra të ISIS-it.